Përshëndetje, mirë se erdhët në videon time. Unë jam Blerina. Unë qëtash e kom një termin. Jam të shku te mjeki I dhomëve. Kështu që sa ditë nuk e kum qel kamerën hiq, nuk kum bo video hiq, se na ka ardhë një inxet I madh edhe jam të prit me kalu që kjo javë se është shumë nxehtë. Gati 40 grade kemi, është ekstrem nxehtë, nuk e di. As në shtëpi, as jashtë nuk mundesh me ndaj. Kështu që na kemi atë në dhomë një klimë, dhomë pritjes një klimë kështu të mbrëmshme, që është me zorë mi qitë ndritare edhe ajo pakës është në animu se ndryshe nuk mundesh asë në shtëpi me ndajtë se është shumë nxehtë. Edhe 10 minuta duna më konë të mjeki, shpresoj që më rej fix. Nuk I kam që vonesat. Normal jam shumë e sakt, po sot me ta në shtëpi që ato jo një punë, jo diçka, edhe vanova pakës se normal isha nisë shumë a herët, po besoj që ata heci pak më shpejt. Tash t'ju kalzoj që kom bojë qëto ditë. Një optit janë që nuk e kum prejk hiq telefonin, as nuk kum postu Instagram, as TikTok, se qatë shumë është nxehtë sa që s'ku mujt me duru kur gjohë. Këti, me nxej e pras verën edhe kur vëm bja vera, nuk po mujt me duru në hall jemi dhe na. Kështu që jes edhe pak e së mri, paska pak e s'fush. Flok nuk po moj kur qysh mirë shumë, nuk e di për flok e kam një problem që gjatë verës nuk moj mirë shumë heq. Nuk e di, I ndreqi, rregulloj edhe në fund t'i kapi se si dal nuk moj. Moj në kap sikleti edhe që ky bisht për mrapa në shpin o kam për nga po do t'a adorojem që një vjet e gjys gati nuk e mund të mjeki I dhomëve. Shtë që thash sot shkoj se nëse shkoj sot mes në kur ti prej pushimit, masaj nuk e di që shumë bëhet e këm bëhet. Tash ta e ki dertin që tash edhe qkoj. Shtë që dhe pakë së mërim të parkingi. Javën qeter duna mja nisë më bukullti. Mja nisë mi afrusa në për pushim edhe yes. Parkinget e mbyllne gjatë verës I ki full. Jashtë kërkush nuk e parkiron, kështu që tash e mbyllën edhe këtu ja disa minuta edhe këtu. Kam do këtu vanova sot pakës, paska edhe këtu shumë gush, plus paska parking kërkon. Paska. Okej, parkiroj qëtu. Ta zo terminin shpejt edhe shimi ma bon. Okej, une e kryva. Jam shumë të caj kur të vite mjeki. Kretë kohën jam që po shëqyrë kryvi shpejta edhe ma boni një kontrol, fa krejta në regël edhe mi pastroj gurt e dhombe. Kështu që dal pak e së në qendër qëtu, se kam një orë kohë për më shku mi marrë djallin, kështu që ta shfrytëzoj pak e qëtu të qyri në isa. Edhe, yes, e krypa e ka një dertë. U gëzova që u kry shpejta. Jo marrë dhe në SEO, t'jash edhe 2-3 dugoj tjera të këqyrë, edhe pëlqej që kjo fundi, po e kisha vesh për naj mramje, po nuk e di pse. Pak qëtu. Ose është pak I ngusht, nashta mi provu edhe një numër pak më të madh. Nuk di që ma po në rajon. Këto veshet saten ose gum, nuk I preferoj heq për verës. Une nuk muj mi duru në trup, ja në djerësitin shumë. Po këto kisha vesh për naj mramje, se di që ka ma bo. Kam I këqyri një numër pak më të madh. Veç sa kryva, jam të shku mi marrë djallin, edhe thash t'ju tregoj se shka bdeva. I kom ble një parë papuqet e Deichmann, që më pëlqyn shumë, nuk kanë shumë të rafshta. Edhe më pëlqyn që kanë kështu si me dy ngjyra, kjo kështu si me kosht, edhe kjo ngjyra kështu si kafe.
është si ngjyrë kafe po ma e qelt, te kamera piqet hala ma qelt. Edhe më pëlqyn shumë, u dëkën shumë verore. Gjithashtu më pëlqej që nuk janë krejt rrafshta, pak e zgum këtu kish që mos më konë shumë e rrafsht, shumë e drejt edhe më pëlqyn. Mëndaj që për verës janë perfekt. I mora vetëm po, i mora për 17,49 me 30% zbritje kënë. Kështu që nisna ta marrë djallin. Unë e fillova me dreken, që të regoj se shka përbëj peshk laks, peshk salmon. Perimet i lava, jam ka dumizi. Gjithmonë ishti njëherë karotat, se vyjen pakës ma shumë këto. Mas 5 minutave ishti edhe brokolin, edhe se brokoli nuk dënë shumë, pakës prët. Edhe orizin e lava. Mirë mëngjesi, une sa e kryva fitnessin, edhe dëna po vanova pak e sot. Në fakt nuk jëm vanu, po kam një termin me që qenin një apo gjelponën, vaksinën, edhe vaksinën e vitit që e merë, shto që i kam 11:50. Shpresoj që më del koha mi bo një tush, se qëllëm bo. Nuk mundi mi marrë me ma, e në mëngjes, qëfar nxëtësi o kone, e le më tash. E në mëngjes herët. Sot erdha pak ma vonë, se djali sot prome më lejmëroj, ta ki më që me një van, me një fabrik, kishin pas më shku me shkollën, mi vizitu edhe kish pas aty me shku në 8:50, kështu që se normal unë e vi në 7:40, sa ma herët aq ma flat është edhe ma pak gush, po sot ke ekstrem e nxehtë, nuk se di. Nejse, u kry edhe sot, edhe se njëherë mendova me s'marrë heq, tash ku me dita muj me mri e san, me zgutna, me s'shkoj me stres, me ushtëru e san e vend, po thash, okej, aq se për shkoj. Thash dikur, thash në t'i shka. Për shkoj një orë, po ushtroj, po në mirë apet. Nuk e di, 10:21 është qëtash. 10:50 e kom terminin, nuk e kom lërë, po qenin e kom po gati dje krejt, e kom la, e kom krej, ja kom la dhomët, edhe kështë që ku qkojem, jemi të pastër ta. Edhe qëto, edhe 5 minuta besoj që më rrinë shpi, edhe shkoj me shpi, edhe bomi gati,
Nëse s'na del shkoha, shkojmë çdo gjyshimi, kur të vi bojemi tosh edhe çdo shimi ma bon. Okej, une u vesha e bona një tosh, tamon është koha mu nis. Bora, hec këtu se kina më shku. U vesha qëto pantollat e Lanit, ka një ngjyrë super të bukur. Edhe tash ta marr Borën, Bora u shkua të dritar. Bora, hajde se kina me dal. Hajde me dal, Bora. Bora. Veni kësaj është atë. Hajde, hec se krejt perdet mi ke prish. Kom, hajde. Hec shpejt. Hajde me dal. Po, do me dal, Bora, kom shku mi bo gjilponin, Bora. Hajde, se nuk e di që të pret. Po. Mas pari e bojmë pipin. Ha? E kimo? Hajde ta shkojmë. Shkojmë në kërë. Ku është ki rinonit këtu? Që, hajde. Na jemi gati. Edhe shkojmë të mjekja. Ha? Bora nuk e do kjerën heq. Ta vezim pak e s'klima, së është në zëjt. Krejtë rrugës bën i tutët shumë në kjerë. Nuk e di pse, ka pas prej fillimit e ka pas qështu. Na dyja o nisëm. Kena 5 minuta kohë për me mri. Fix mrim. Shpresoj që nuk i dham Borës shumë. Shpresoj që Borës nuk i dham bëqa. E di. Ku ka më shku Bora? Ha? Te mjekja? Ha? Ajo mjekja, që për mi bon qikës gjilpona. Po, për mi bon qikës gjilpona, jo. Hiç është e mija, ha? Pona, një kena me shku mi bo Bora pona. Ha? Këmi bo Bora pona. Okej, shime po pak. Ha? Ullo atje. Ullo, shapa rrë qëto. Që këpuqat Borës që Borës këpuqat. Bora i ka këpuqat këtë jenë në kjarë, mësë më ma gërvish tjerën. Ullo atje, Ullo Bora atje. Ha? Ullo zemra jeme, oj qika jeme, kjo si ke mirë. Kom i bo ponën për të mirë, kena veta bo ponën, me që mu shmu Bora. Ponën, kena mja bo gjilponin qikës a? Kena mja bo Borës gjilponën. Është mja mi bo gjilponën, Bora me smu. Fati që kemi ofër se nuk di qysh kisha mri. Po, nëse kisha pas lek, që edhe pak e mri. Ullo më së reatë. Shko ullo atja. Shurejnë në kohë. Është e lidhë nëse për ndryshem kish dojtë për para. Qeta është të gjemi parking. E lehim të Bora. Pas të qëto parking. Kur Bora? Ha? Kur Bora të mjekja? Jo, me bërtit. Hajde. Let's go. Shime. Hajde. Kam. Hajde, një marë. Kam. Hajde. Kam. Hajde, Bora.
që ku më ka ullë kjo. Tu cejka, me nëzihini mrena. U kry edhe gjelpona. Nuk e boni një, po boni dy. Se tha, kish pas edhe një në shtator mi marë. Për një parë që është për një parë smuje të ronë që ja dha 2 vaksina, një kështu që e merë normale edhe një për një parë lloj smuje që është më smira, edhe 89 € paguam. Edhe që për 2 gjelpona edhe një hap kështu e mora për buba, për më smju bo buba të mbark. Këto më tha jepja javës tjetër, edhe sot tha mundet 2-3 ditë tha mundi e lodhne prej qësaj vakcines tjetër që është pak ma e fort. Ajo mundet mës me dash me lujt, I dhan pak veni, po ta mja po tha mund është ta në shtator ose tash nëse bën tash pipoj dyja për një heri edhe s'kam nevoj më deri vitin tjetër. Kështu që me borën krym punë, kështu që edhe nëse shkojmë në pushim, ka krejt vaksinat në rregull, kështu që nuk na qet problem. Edhe kur jemi hi mrena, nuk e di, ajo në të menqëm, nuk e di qant, mujnë mu kujtu mas një viti që erdhem, që jemi arë të mjekja, se qaq shumë o tot kur hi mrena, me gjithë të pi, dul jashtë, edhe të pin me veti e murë, dul jashtë. Me nëzeku shti mrena. Edhe qaq shumë o tot, po edhe mi mati pa 8 kg, nuk e di që shiko kjo 8 kg, po I kish 8 kg 200 gram. Mirë, tha okej, tha, në rregull është, e kontrolloj kështu me dojë shumë kontrolloj dhënd, edhe dhënd ta I ka mirë, edhe qështu. Nisi, ta shkojnë në shpe, tha ja 2-3 ditë nuk dënë nashta shumë me dojë me hec, veç nëse del më orin nuk nëse dishka, po kjo ka vecejnë në Balkan. Dje ka shëtit shumë, kështu që s'ka nevoj sot direkt me dol, edhe pse sot është shumë nxehtë, e maj pak që të përmrapa aty të banesa që tash nëse dojnë me bo dishka vetë edhe shkojnë në shpirë. Ta bëj me gjesin edhe për veti, edhe borës tja pak buk, ta saj s'ku më bon halo buk, se më ndoj koha. Edhe pse ja boni 2 gjelpona, u pështet për mu, kap të unë, në mi që t'ke durt, edhe aja për mraba ja boni cik, 2 gjelpona, edhe o krysh. Nejse, tash për shkojnë me shpi, bura është e shëndetshme, edhe yes. Borës nuk I ndodhë për gjonë, nuk I bjena I smujen, edhe kaq, shkojnë me shpit, hajmë dishka, se jemi të marru, edhe kjo s'ka hungër, edhe unë s'ka hungër. Halo, ora që tash është 11:10, edhe yes, vija të shpia, se jam kjo orë, edhe bora për shumë pakës, shikë për pak. O gëzu njona, qëto e kemi oborin mrapa, edhe është hije, e kemi flat, qëto që mundet bora pakës, qëto më fladit, e lemi kry nevojat. Buk hongra, ma heret. Jam të shku mi këthy që të paket. Disa piktura I pata porosit, po që më dullën të vogla, edhe shkoj t'i këthej. Edhe thasht hiq atë në reve të blej oriz edhe kompira. Unë me burin hajmë gjizme, doj ma unë gjizë me speca, po djali nuk ma hajmë gjizë me speca. Kështu që ati thash, pi boj ose kompira ose oriz pak qyri. Blej 2 atë sa asë një unë se kisha. Edhe 2 orë vijin në shpi, kështu që kam kohë fix, se më shku mi blemi, këthash edhe pi këthej qëto, se të reve mund është mi këthy paketa, kanë edhe atë posten. Kështu që një rrugë e dipun, thash edhe pi këthej paketa, që kanë edhe buk, thash për blej edhe buk.
po nuk e di sa met ato kjo buka që vlej ona zakonisht shitet shumë herët. Po nëse u met tash e marr, nëse jo, se di, ta këqyr. Okej, ti mrena edhe i qyri qëto sene. Ta kthej paketen edhe ti blej që ato shkambyje. Kështu që shihemi. Sa erdha në shtëpi, kesh i bleva që ato sene që më vyshin. Hina të reve, po edhe të Penny, se s'kish pas oriza të reve që të lojnë që e marrën e basmati. Po i mora disa sene tjera, gjeta buken që e marrin gjithmonë, shumë e mirë, edhe na bën disa ditë. Mas në e mora kështu me spanak, më mi ongër për mëngjes, ose salatës pakës kur të bëj. Një Coca-Cola, edhe një paket speca mora, te Penny këto mora. Këto dyja kulloret i mora te Penny. Pak për djallin ma shumë i mora sa i pëlqenj këto. Pomfrita edhe një oriz. Djallit pi bëj pomfrita sot për drek edhe pak e speshk. Unë bashkë me burrin hajmë gjithë me speca. Nuk e di ajo kom të regu, po specat në air fryer më kanë pështu. I kom pjek disa herë këtu specat edhe më kanë dalë perfekt. Më ka pështu edhe shumë shpejt, se une gjithmonë, kur i pjeki specat, e kom një filtere ma të vjetër, nuk i qesë kështu direkt në ploq, ose ka ndodhë edhe në furr i kom shti i kom pjek, po e më shëshin shumë lëngë. Këto në air fryer, leqe përbuhen shpejta, po edhe perfekt. Kështu që ti pjeki mas pari specat, se mas me ishti edhe ato pomfrita që bëj. Edhe se i ka dy pjesë, por kjo pjesa ma e madhe pashtë edhe te një pjesë jashti peshkun edhe te pjesa tjetër më mjashti këto pomfrita. Nejse. Tash pi pjeki 4 speca, 2 i hanë burri, se këta të mbaj, 1 ose 2 i havë. Edhe të që t'i lojmë edhe t'i shtim atë. Masi i loj gjithmonë i fal kështu me një tallon që më smashu shumë ujë. Moj edhe të kjo tjetra, edhe këtu i zanë 2 ose 3, po për sot na mjaftojnë, se vetëm une edhe burri kemi mongër gjizën speca. 200 gradë pjoj. 200 gradë për sa minuta? 15 minuta.
videon e pasna vetëm në kërë. Dola mi marrë djalin se shkoj të frizeri, mi prej flokt. Tha hajde merrem, po më kish pas shkru para 10 minutave. Edhe më ka thirë, po unë e bashkë me burrin, bashkë që atë moment keme në balkon të pi kafe. Edhe ai bashkë në atë moment na kish pas thirë. 2 telefonat pas zile, edhe... Po, djali kish pas e më rrinë shpe, nuk e bashkë rrugës. Masi jam jashtë, tash për shkoj deri te aksioni. Mi këqyrë disa kese, kështu trasha, për me pështel dishka. Mi siguru disa sene që janë ma të ndishme mi pështel për kur të nisem për Kosovë, tash t'i bëj gati. Nuk e di këse i kese me porca t'i qyrë që janë, nëse gjejtë se kisha marrë. Se nëse jo, ta këqyrë më shakate ka. Erdha unë t'i mrena edhe ta qymë se jam me tishat shpis që shkesh në shpe, jam me shorset burrit që mi ka dhonë, që ja ku marrë që nuk i bijen edhe... Po nejse që shtu kesh jashtë viqonde në mora se kom kuleten edhe t'i mrena ta qymë se shka pe gjej. Okej, dola ma në fund prej aksionit. Gjithë shka kishin pru, po thash jo. Shka blej vetëm shka të byn. Atëherë unë shkova ma shumë për qëtë kesen, për qëta, se thash i pështeli disa sene që pëmbyjen. Ta provoj, nuk e di am del ajo, nëse nuk am del, tash vi më rapet. Mas ne jam ora këto palomat për qenin, që jam për vetësen e qenit. Mas me lipa një kësi rjetet bardh për mjanë gjitë të djali, kështu mresh për mësmi i mizat ose mickojat edhe lipa të bardh nuk pat, veç dzejs kish pas, po nejse. Mora kështu një lipak, kur paketojmë sene që qojmë në Kosovë, është shumë e mirë kështu, është ma i fort. Ashtë edhe qëto shnollat për vete i mora, vogla, këto ishin konë kështu si gjërgëllët me kështu me disa lloj modelesh me rruza me sene me... Edhe qëto të thjeshtat i mora. Ti provaj, nuk i kom provu asnjëherë këto. Edhe qëto lastyka që përsoj që më dalin të mirë, se i kom shumë në qef qëto nëse nuk hapen. Kështu që kaq, nuk mora dishka ma shumë. Dhe taro dishka më bojnë qëto krejt. Sa? 10.92 cent. Kaq paguva për qëto. Nejse, tash shkojem në shpe. Dhe jom lodh në kartë drejtën. Sot krejt dita më shkoj në kërë. Videon për mbyllim në kërë për këtë javë. Kështu që nëse më keni pa deri në fund, ju falenderoj shumë. Edhe më s'harroni mi bo naj like, naj subscribe. Leni në komente një zemër pink edhe ta di nëse ju ka pëlqyer kjo video. E na shihemi herën tjetër. Tëm tëm.